Knatësi që me ne në studio kemi Analistin Florent Zegjaj. Faleminderit shumë që jeni sot këtu. Knatësi shumë, veç analist mos më thuj gazetar. A di qysh? E mendova, thash, a mi thonë gazetar analist. Po Gazetar, 1000 vjet tymën. Gjithë jetën, se kur t'jesh një herë, ma ndem betesh ashtu për të jetën, çfarë do profesioni që bën. Por ju, në analizat që bëni, kaloni për tej profesionit, kështu që nuk mund t'ju lë thjesht me titullin gazetar. Sakt, po gazetar është S'ka titull më të mirë. S'ka titull më të mirë, qajnë përmbush mas shumë ti, kështu që faleminderit shumë për ftesën. Ju kuptoj plotësisht. Faleminderit shumë juve. Zotri Zegjaj, ne Florent. Okej, e kom me Florent. Po e luam anash këto Epitetet. Me shumë respekt, po nina më mirë. Okej, edhe mua më pëlqen kështu që është e vërteta. Florent, ditën më parë ne patëm mundësi me dëgju deputetin e partisë mbështet zotrin Agim Batiri që deklaroi publikisht se thot kështu, SBA-ja për interesin e vet likuidon edhe kryetarin e shtetit. Ka qenë deklarate qëllimshme, mendoni, apo e kalkuluar, apo ndoshta edhe populliste? Si do ta vlerësoni? Që me shumë respekt për zotin Batiri, po kaq din edhe kaq flet. Deklarimi i tillë është shumë i pamatën dhe duhet me pas kujdes kur shohim zhargonet, sidomos njerëzve që kanë përgjegjësi politike, se sa kam informacion, zoti Batiri ka marrë dikun mbi 40.000 vota. Plus minus, nështë moj mja huq, po nuk e bëjnë ashtë të gabim të madhë. Po ideja kësojna... Jo sa deklaratët e të tjerë. Absolutisht. Kështu që me këto terme është... Po nuk më befason, për shkak se di prej kujna vjen. Na kem pas terma dhe matrona këtu që janë përdor, po kjo realisht është e papranueshme që një deputet i Kuvendit Kosovës të ketë guximin dhe një farforme të t'jap mendim ose të cilësoj diçka për një shtet i cili në këto rrethona të cilat na ku po jetojmë është gardioni i krejt botës edhe në gjeopolitik ai po gjarpënon qysh po don ai. Zoti Batiri ka shumë punë më të mëshme me bo për shtetin e Kosovës. Këtu e ka votuesi, realisht për misjell të mira qytetarit të Kosovës. Ai paguhet prej taksave të Kosovës, po paguhet edhe prej thojza, prej të mirave. Edhe çdo frymarrje që e ka ai sot, unë ti ai tjetri, është fal gjakut, sakrificës edhe munit brezave, po të finalizuar me luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës, po me mbështetjen të fuqishme pikërisht qëtij shtetit që zoti Batiri jep këtë epitet edhe e cilëson ndoshta këtë formë. Me këshyr me analizu shnash kështu, çdo shtet i cili e ka interesin edhe mbrojtjen e shtetit vet, i përdor çdo mekanizëm për me mbrojt vitalitetin dhe funksionimin e shtetit. Po na jem të vogël me folë edhe me ndoshta kësi epiteteve ose kësi deklarimeve për Amerikën. Batiri është figurë e cila ka deklarata edhe kontraverse, këtë disar për shembull e ka një të fortë. Nëse unë e votoj listën serbe këpuzdorën, po më do këtë 2 duart i kish. Dhash zotit, mos ndodh ajo për shkak se mëdhimet e një personalisht si gazetar zotin Batiri. Edhe kështu që unë po besoj që është aset i mirë i politikës, po ma shumë për me marrë për hajgare, se jo që mundet me pas naj peshë dhe fuqi kështu, për shkak se diskursi i tij publik lën shumë me dëshiru, po realisht një sen du të mja pranu zotit Batiri. Ka arrit me farat kumblave me u bo kryetari i Mitrovicës për 2 mandate, kështu që unë veç e aplaudoj, për shkak se ajo është gjinshmëri e tina. Sigurisht ka ditur të prejnë aty ku unë s'ko mujt më bo kryetar hala, nuk është që e kom provu, po ideja është që ka gja sfiduese, kështu që kaq për zotin Batiri. Do të duhet të bëj një ndërprerje, do të kërkoj edhe mendimin tënd pas pak, nuk e di nëse regjia do të mund të më lidh me Erën dhe Beratin, ata janë Orlan, atje ku është edhe kompleksi memorial Zahir Pajaziti. Gjatë ditës së sotme është raportuar nga policia e Kosovës për një dëmtim të këtij objekti, të pjesëve përcjellëse të tij. Nuk e di çfarë saktësisht ka ndodhur, por është Era dhe Berati ata të cilët po qëndrojnë atje dhe do të na japin informacionet më të reja. Derisa regjia të arrit të krijojë lidhjen,
Do të hete një mendim tëndin rreth kësaj pjese, Florent. Më kujtoj hiç më pak se 2 muaj më parë ne kemi pasur dëmtimin e një tjetër, të themi memoriali ose memoriali është emër shumë i madh, po një statuje përmendorje të ushtrisë shëlimtare të Kosovës ishte thyer, ishte gjuar me plumba, duke sikur brenda saj kishte një mlef të madh karshi kësaj embleme, karshi këtij emri. Dhe tani kemi edhe këtë që ndërlidhet me Zahir Pajazitin. Nuk më befason si Florent për shkak se lufta e ushtrisë shëlimtare të Kosovës dhe sakrifica aty në djemve, vajzave, që në mesin e tyre kem shumë dëshmore, ja kanë prish ëndrat jetësore Serbisë. Po në këtë rast ja kanë prish ëndrat jetësore dhe shumë kuj, cilë në atë kohë kanë pas një shtrat me Serbinë, një shtrat me Jugoslavinë, kanë jetu mirë në atë kohë shumica, fatkeqësisht. Mendësia atyneve edhe propaganda Serbisë dhe lufta Serbisë nuk ka monal kur në drejtim Kosovës, ka me përdor çdo formë të mundshme, qoftë edhe kjo, që unë po besoj që vish një mendësi e një shteti armik, e çon një doras këtë rast, inshallah nuk është shqiptar, po besoj këtu instancat e sigurisë duhet me vepru në këto raste për shkak se është e rëndë dhe është shqetësuese kur ty sot sulmohet ose dëmtohet një lapidari, një dëshmori të ushtrisë shëlimtare të Kosovës. Për me përfundu shkurt, Serbia nuk flan. Asnjëherë. Qëllimet e sajna, gjithçka që ka vjen e keq në Kosovë, populli duhet me kuptu vjen prej Serbisë, për shkak se ka qenë disfata më e madhe mas 700 vjete, që ja ka jep edhe goditja më e rëndë që ja ka jep ushtria shëlimtare e Kosovës, bashkë me akterët e saj që janë miq ndërkombëtar, sepse për herë të parë, mas 700 vjete, një luftë e tipit gueril ka arritur me kriju një cop toks ose me kthy një cop toks të Shqipërisë të madhe. Shumë e bukur kjo që e thatë. Florent, e thatë shumë mirë që po e përmbyllim kaq me deklaratën e Agim Bahtirit sa i përket Amerikës, por e vërteta është që kohëve të fundit ne kemi pasur deklarata të tilla kogja shumë, sidomos kur flitet për raportet me SBA-n pas refuzimit të gazit. Tash si një gazetar që për 26 vjetë kom përcjell gjithçka që ka ndodhur në këtë shtat, kom përcjell parti politike, politikan që Pritë për cjell, që thonë edhe një mirë sistemin politik në Kosovë, një mirë, kogja shumë edhe geopolitikën për shkak se edhe i kom studiu shkencat politike, kështu që e trishtat që ka është këtu është se na e kem një deklaratë zyrtare të kryeministrit sot aktual Kurti, ku në 2016, nëse s'gaboja ja po në televizionin e juj, kur thot raportet e Kosovës me Amerikën nuk janë strategjike. Kjo lën me kuptu shumë, lën me dyshu shumë, edhe realisht kjo është realitet i hidhur ku sot na po e jetojmë, kur Kosova, jo populli, kur qeveria e Kosovës nuk ka pas ramje të komunikimit edhe të besimit me shtetin Amerikan ma shumë si gjatë mandatit kësaj qeverie, kem pas përplasje në distancë, kem pas ofendime figurave kryesore të shtetit Amerikan, qoftë Blinkenit, shamo Blinkeni është cilësu i padishëm, qoftë Grenellit, ku janë dhënë epitete dhe është bë hajgare deri në atë termin që mja gjetë një burr të Kosovës, kështu që për mua është alarm, si gazetar dhe si një si zhvillimeve politike dhe si një si geopolitikës çfarë peshe ka shteti Amerikan. Që na po jetojmë një rrethon ku bota ka dalë për shtratit vetë, edhe geopolitika ka ndryshu 100%. Na po jetojmë një kohë ku ju të qëshdush cilësone, qëshdush vendosja një emnin, po unë e kom titullu. Luftra të tretë botënore është ka zhvillohet në botë. Thua që vesh pëndodhë? Ajo është ka të ndodhë, për shkak se ti e ki një Evropë të implikume, jo direkt, po indirekt në luftën e Ukrajinës me Rusin. E ki Amerikën, patem Amerikën e involvume direkt në luftën e Iranit. E kem Kinën, e cila realisht jo direkt, po indirekt shtyn agenda për shkak të Taiwanit edhe për shkak të interesave të sajna që ka tek ekonomia. Kështu që kur na flasim si Kosovë
me 1.6 milion banor, edhe kur i krahasojmë për shembull shtetet që janë 50 herë më të fuqishme se Kosova, edhe cilat në një farforme i janë nënshtruar dominimit, edhe i janë nënshtruar fuqisë shtetit amerikan, qërë se kjo ka herë po flitet që çka ka, për shembull, ti ki pas të deklarat të ish-kryetarit kuvendit Kosovës, sa ka qenë deputet, ku thot, pse na duhet me nigu Amerikën? Atëherë, lind pyetja, kush janë këta politikanë? Çka përfaqësojnë këta politikanë? Cili është mesazhi ose misioni i tyre? Për shkak se unë e pra me thash në media, po e cila do të ishte përgjigjja jote? Përgjigjja eme për këta, në këtë pyetje që sapo bëra. Në këtë pyetje që sapo bëra është për mua, atëherë pyetja, po edhe ndërkohë përgjigja, kuj po i shërben? Nëse ti ki kaq inat me shtetin amerikan i cili ta ka mbrojt edhe ta ka kriju që të shtet që ti e ki sot, në preambulën e qëti shtetit edhe në themelit e qëti shtetit, për vetë gjakut edhe sakrificës të brezave, është vula e shtetit amerikan. Këta pe harrojnë, këta janë për gjuna, këta politikan janë për gjuna, kur këta harrojnë se po qatë Shqipëri që na e kemë sot 1913, që kjo Amerikë ta ka mbrojt, edhe të ka thonë, mas ma prek ma shumë, mas ma copta ma shumë, ajo ka menajnë që ta kufi që është. Edhe tash ty duhet me të shku 100 e kusur vjet, edhe ti me pas fatin, që a ka bre fat ma të madh, që sot na jetojmë kohën ku kombi shqiptari ka 2 shtetet lira. Se po më shqethet trupi kur po e flas këto, për shkak se çështja kombëtare nuk është veç flamur me kap me vjerë dhe me bosh Shqiponien. Nuk mjafton. Çështja kombëtare është çdo ditë. Çdo ditë kur flasim na punojmë, edhe nëse kem gabime. Çështjen kombëtare duhet me pas parsorë sepse është amanet i brezave, është amanet i sakrificës edhe gjakut. Atëherë përgjigja për këta politikan është që me menu seriozisht kuj po i shërbejnë. Përderisa ti nuk i shërben i shtetit amerikan, atëherë kuj, cilës agent po i shërben. Qërë geopolitika është ndame. Jënë 3 rrymat që kanë fuqi ndikim. është ndikimi amerikan, fatmirësisht që e kemë dominus në Balkan, fatkeqësisht është edhe ndikimi rus, edhe është ndikimi kinez. Po në Balkan po të flas. I ki 2 rryma që janë shumë të fuqishme, për shkak të slave. E ki geopolitikën ruse që është shumë e fortë, ki pas shumë të fuqishme në Macedoni, Malzi, në Serbi, po edhe në Bosnjë, në Republikën Srpska. Po e ki fatmirësisht edhe ki geopolitikën amerikane, edhe geopolitikën europiane, cilat realisht janë Amerika është shumë a shumë. Qëra, se ta shtu du të me lidhën në diçka. Amerikën na e kem aleat, se raporte ka dhe Serbia me Amerikën, po edhe ka raporte shumë të mira ekonomike, po na kem aleancë shpirtnore. Shkon për te aspektit ekonomike, interesave politike. Na jemi brez që duhet me kujtu që 99-ën ti e ki foton ish kryetarit Amerikan, Bill Clinton, kur vjen Stankovec, edhe i ka vajzat edhe djenë të fmit Kosovës, i ka përdore edhe i këthen shtetin edhe në shpit e veta. Nuk u ardhë as Putini, su ardhë as Kina, su ardhë as një Gjerman, po u ardhë kryetari i shtetit Amerikan. Vendit më të fuqishëm në botë. Është shumë që duhet me folë për këtë pjesë, edhe unë përbesoj që mediat realisht, edhe gazetarët, edhe kolegët, duhet, se qëre, fatkeqësia është që edhe në mediat tona, me të thonë drejten, ka shumë vend për reflektim, për shkak se ka rshit pak edhe gazetaria, ka interesi, po këtu na jem ata që realisht duhet me ndryshu dhe kursin, edhe pobre duhet me najtë gardian, se cilit. Po dhe nëse Florenti për gabon, adin thuja se sështë marrë... Duhet jemi gardian të vetës, pari më pasë të tjera. Kushës është marrë Florenti me kërku folje? Sigurisht që jo. Se na jem për i mishit dhe për i gjakut. Por që sa di për deklaratën e Zotrit Bateri nuk ka pasur në një shfajsim ose kërkim falje, nga asë një prej celulave të lëvizjes. Absolutisht stabile kanë shqit në flamor të madhë. Qërë bre se na po jetojnë një shoqni ku ti sot del njeri me fotografi të shekes, që garant nështë e ka fake profilin, edhe e shanu që kanë. Adhe në këtu lind pytja, ka jemi njës, që ka po dojmë me prodhu, a ka agent Kosovë? Po. A ka agent rëzikshme? Po. Balkan gjithmonë ka pas. Që Balkani gjithmonë ka qenë vatër, e agendave të caktume, dashake që sidomos të kombit edhe të popullit shqiptar. Por, përkundër këtyre agendave, përkundër këtyre deklaratave, kryeministri nga Greqia ka folë për mbrojtjen e demokracive, të vlerave perëndimore.
Edhe më intereson të di cilat vlera sipas teje Florenti përfaqëson sot Kosova. Nisur nga krejt kjo situatë në cilën jemi. Shqyqa, Kosova ka fatin e mirë që ka brez shnosh. Edhe po rritet një brez i cili dikush po e shane, po e sulmon, po një besoj këti brezi për shkak se është brez i pa rritë në dhunë. Shqyqa, një brez që s'rritet në dhunë dhe që s'rritet në luft, i ka do të meta, po i ka shumë do të mira. Po na kem për obligim brezit cilët kem përjetu shumë me i ushqy me anën kombëtare, ka intelekti, ata janë shumë për të neve. Për shkak se ata kanë rritë në kohën e teknologjisë, kanë rritë kohën e zhvillimit madh ekonomik, edhe industrial, edhe teknologjik, edhe çdo të qoftë ajo. Kosova është orientuar mirë gjithmonë, po fatkeqësisht ka elemente të cilat politika e Kosovës në këtë rast se pushtetet kanë frymë, pushtetet diktojnë. Tash lind pyetja, zoti Kurti ka shku në Greqi, krejt në rregull. S'kam kur gjohën me udhëtimin e tina, po na ndërkohë e kem samitin e NATO-s. Kosova nuk ka një përfaqësim. Kosova nuk ka përfaqësim. As në për ato korridoret nuk ka një. Kjo është e shqetësuese. Ka pas Kosova gjithmonë. Gjithmonë, e vërtet. Ka njerëz që janë konun, kam pas komunikim me ta, kam fotografi me ta që më kanë çu lajme për këto ngjarje. Do thonë për mua kjo është shqetësuese. Për shkak se Kosova në këto rrethona gjeopolitike që është antarësimi i NATO-s është jetik. Antarësimi i Kosovës në NATO është jetik. Është luftë ose betejë si për ekzistencë. Për shkak se apetitet e gjeopolitikës janë të poshtëra dhe janë trona. Zoti Kurti shkon një shtet i cili realisht se njën shtetin e Kosovës. Jo. Në histori nuk na del shtet mik. Po nuk do të thotë tash që na nuk duhet me rikuperu raporte. Po i shkon mirë bre me i da rrugët. Në atë kuptimin e pja shancën mikut. Bashkëpunëton me mikun, mos ju nënshtroar mikut, krija raporte me armikun, po majën distanca i gjithmonë është armiku ytu. Kur armiku nuk ndryshon. Kështu që nuk është vizita e parë e zotit Kurti që shkon në Greqi, çka është qëllimi i tij, tendenca e tij, ai duhet m'ia tregu shtetit Kosovës. Na si gazetar kemi informacione të lloj-llojshme, po përderisa na nuk i faktojmë, ato duhet mi faktu instancat e sigurisë, mbesin informacione dyshimta. Po çka mua më shqetëson, lind pyetja me 6 matera në llogari që ka mujt me shku në Greqi. Nëse një kryeministër për 6 vjet mandat, që dikun ja kam kalkulu i bjen dikun 146 njerë i ka marrë rroga, plus për informacion publikut, a i s'pagun dreka, s'pagun darka, s'pagun naft, se i ka krit për i shtetit, që është bërbat s'mojt e mi kursu dhe tëra. Si duke që penzon shumë në të tjera... Ku i kilon ato pare? Dhe një shdash në pas llogari, për shkak se ja kim besu shtetit një njeri, i cili 146 njerë i ka marrë, edhe pronë s'ka ble, shtëpi s'ka ble, ka i kishu. Po kjo është tem tjetër që duhet me diskutu. Patjetër. Dhe të mbesim pak të krejt kjo që pëndodh me mungesën e institucioneve. Vetë fakti që ne nuk kemi duket si kur çdo institucion në Kosovë është me një ushtrues detyre. Të paktën shumë duket. Ndërlidhet me këtë mungesën tonë në samitin e NATO-s, ndërlidhet edhe me këtë jo stabilitetin politik, por edhe me një imazh të dëmtuar të Kosovës në skenën ndërkombëtare. Këtë kjo ka, që më thonë, ka brëm, ka materiale dhe ka plan. Zoti Kurti ka arë me përmisat më dha në shtetin e Kosovës edhe në qeverinë e ka marrë. 15 vjet, ose 20 vjet, ka kriju mitin e tina që unë e kom e qenë aj që kom e njës gjithë shka për pikës zero. Pa. Nuk është këtë fajtor Albini. Duhet me thonë e vërtet. Albin Kurti ka kriju propagandë, ka kriju narrativa të rrajshme, dëmshme. Opozita dhe qeveria atëhershme, ose në këtë rast qeveria atëhershme, ja kalon livadë Albinit. Edhe një farfor me ja ka nënvlerësu. Edhe pse opinioni publik të me ditë. Albin Kurti nuk ka orë vetë për shtetë. Albin Kurtin e kanë pru 3 forca politike. PDK-ja ka jep kom të Albinit,
OK ka jap kratë Albinit, LDK ka legjitimu me pushtet. Ta shtu e në 3 faza që na duhet mi nda, po merr kohë. Po kështu mira shkurt. Edhe një faktor tjetër. Na mediat e kem kry punën e tonë, Albini ka qenë i mëshëm, edhe e ka shfrytzu punën tonë. Për shembull, kur unë kom bon histori për X ministrin që ka aferë korruptive, Albini e ka marrë e ka bo kauzë, ka dalë shesh, ka dalë protesta. Albinin sot nëse e merë edhe e ballafaqon me Albinin e opozitës, për bez të vjen gjuna prej tina. Aden, të vjen gjuna edhe të shpërftyrohet edhe menon ti kush është kjo sot. A është Albini atëhershëm. Ka shumë ka ndryshuar. 100% në gjithë shka. A e din që për shembull krejt Bajraqet në thojza që ky ka pas shef me i thonë Bajrak Albini. Nuk kam kur gjë personale me Albinin. Me asnjë politikan. Unë po flas gjithmonë si gazetar. Albinin e kom mbështet sa ka qenë si gazetar në opozitë. Ja kom promovu kauzat e tij si gazetar, sa kom pasur obligim. Pendohesh për një gjë të tillë? Jo. Sepse ke bërë punën tënde. Nuk pendona se gazetari realisht unë nuk besoj që kom bo gabim kur për këto 26 vjet. Që e kom cënu interesin e shtetit, e kom cënu sigurinë e dikujna, ose jam bleu se jam shit për dikujna për mi bot dam venit. Kjo mon ky që jam sot, edhe dal ball hapur para secilit. Unë e kam problem me Albinin si politikan. Duhet mi nda se këtu ka herë algoritmi, njerëz qartë, e kuptoj. Fejka, e perceptojnë që kur dikush e hap një qëndrim për dikon, e percepton që ka i na diçka personal për ti. Jo, bro, unë e du Albinin si njerë, si shqiptar këtij vendi. S'kom shqiptar me gjujtën e. Po si politikan Albini është i keq. Pse? E ka mashtru një brez, e ka thy një ondër, e ka vra një shpresë. Cila ka qenë ajo? Ka qenë ideja që na po e bojmë më të mirën si që ka qenë. Qëro, shumë e letë mi thonë sot dikujna na muj me gjyku prindin tonë, plaun tonë, motrën tonë, që s'ka bo ma shumë. Pa e qa ka muj, qa bo njeri. E kuptoj. Hajde ti tashti, merre prej qatyjt ku ta ka pruaj qatë gjendje. Vazhdo t'ju tërso, rregullo dhe rrete. Albini e ka marrë Kosovën me qelë sa ndorë. Dgaqëm. Koltukun që e ka në qeveri, që kam qenë me mija herë në ta, si gazetar, aja ka gjithë gaqëm. Të pine kuq shtrume ka gjithë gaqëm. Objektin, klima ku i lëshohet Albinit. Kerri gjipi 500.000 euro që e vozicët Albini. E ka marrë për taksa o të mija tua të ati tjetër. Kështu që populli është ka vunë. Për me dalë të kjo të pyetje që e ki shumë e vanë. Gjithçka është mrena një loje e cila është ka bëhet në dëm të interesave të shtetit për shkak se nuk ka guxim të leadershipit. Nuk ka guxim të leadershipit me i kry për para punë që i kanë marrë edhe që nuk janë të mira për shtetin e Kosovë. Se nuk të binë krejt mirat hise, e dona. E vërtet. Gjam, Kosova është shtet kompromisi faktorit edhe fuqive të mëdha. Na kem nënshkru krejt diçka tjetër. Anëra na ka dalë krejt tjetër. Na ka dalë anër e mirë, nuk na ka dalë anër e keqe. Nuk i nënshkru ti kërkon pavarësi. Asnjë nënshkrim s'është për pavarësi të Kosovës. Kur? As Rambojeja, as aja tjetër, as aja tjetër. Po e kem fitu me aleatët, me amerikanët. Kështu që inshallah me mushët men kjo elitë politike, se edhe opozita nuk është për haj. E qartë, e kam të qartë. Opozita është në deregjet madhe, edhe dharë zoti që këfjellët për shkak se një opozit e lavt, një opozit e nënështrume, e len me majt peng shtetin një politikan thojza mashtrus, i cili nuk e ka hallin e shtetit, po e ka hallin agendave për cilat aj duhet me ditë, ju Florenti. Janë agenda, e thatë edhe ju, nuk ka adër të hipotezave përderisa ne nuk kemi diçka konkrete. Po, thoj një fjallë urtë popullore. Mund të marrë me dita mirë shien në mëngjes. Kosova s'u ka ecë doan. E kam qartë. Se 6 vjet Kosova ka stagnu në ekonomi, në zhvillim, në arsim, shëndetësi, në raport me ndërkombëtarët e ki zero, diplomacinë në jashtë me ki. Ti kthehemi momentit të tanishëm, Florent. Sot patëm certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve të fundit në Kosovë. Dhe krejt ky moment, në fakt i hap rrugën krijimit të institucioneve. Por nisur nga krejt kjo që tham deri tani, nga kjo atmosferë që kemi në vendin tonë, a mund të presim që të përmisohen raportet ndërmjet liderëve dhe ne më në fund të kemi institucionet tona? Jo.
për shkak se Albin Kurti nuk don me pas menaxhim si kryeministër, populli duhet me ditë. Dëgjom. Pse na çaj 3 herë në zgjedhje për 15 muaj? Për çka? Pse? Ky shtet është ndërtu me kompromis. Na e kem kohën kur Ibrahim Rugova me 7% e ka bora mushin kryeministër. Po. Ish presidenti i ndjer. Na e kem kohën kur PDK-ja e ka bo Isa Mustafën kryeministër, pse ka dole e para. Na e kem kohën kur prap PDK-ja ka bo Ramushin kryeministër. Pse? Është pa interesi i shtetit. Shteti i Kosovës funksionon çështë që ka para pa kushtetuta. Është shtet parlamentar, nuk është shtet as presidencial, as ndaj opcion tjetër. Nëse Albin Kurti nuk ka vullnat shnosh me i thirr partit politike, e këtë mundësi e ka sonte. Sonte Albin Kurti, për interes shtetit i ka votat me bo edhe presidentin, me bo edhe qeverin, me bo edhe kuvendin, por nuk don, atim pse s'don, e don. Sepse Albin Kurti ka pranu vetë menaxhim në orë. Vetë menaxhimi është i ronë, edhe s'duhet asnjë subjekt politik me implementu. Zajednica që ky e ka zbërthyn vetë menaxhim për me zbut, është e ronë. Është më e ronë si 13 e 15. E kanë thonë këta vetë. Pika 7 është autonomi për veriun mbrana Kosovës. Populli këto duhet me ditë. Kështu që Albin Kurti po tenton se kur je ushtrues detyre i kryeministrit, nuk i përgjegjësi për shkak se s'ki mandat. E qartë. Atëherë këti po i konvenon, shkum janë zgjedhje dhe unë s'po them kur gjos s'pe zbuloj të nxehtë. Albin Kurti ka thonë vetë, nëse na nuk i marrim 80 vota, na kemë shku në zgjedhje. Në dhjetor, ka gjaz me shku në zgjedhje dhe në janar. Kështu që ky cikli i zgjedhjeve ka me përjetu ky popull, përderisa ky popull nuk fjellet, edhe nuk voton si militant, as i opozicës e as i pushtetit. Për shkak se edhe pozita, edhe pushteti, krejt të mirat që i kanë, se cili janë milionerë duan, se cili është ma milioner si tjetri. I kanë burim prej kuj, prej taksave dhe obligimet që i pagun ky popull. Ky popull duhet me do menën. A dën me jetu në shtetin që i shërben këtyne, a dën me jetu në shtetin që përfitojnë politikanët, edhe shteti stagnon dhe ecë përpara. Kosova është me shumë hapa mas, për shkak të natëve për politike. Edhe kështu që për informacion tonë, Kosova shkon zgjedhje prap, për shkak se pra thu që nuk do të kemi zgjedhje, do të kemi zgjedhje të reja. Ka zgjedhje të reja, për shkak se qëre. Nëse zoti Kurti, se i ka votat edhe me bo qeverinë edhe kuvendin, po s'ka vot me bo presidentin, me zgjedh presidentin. Atëherë, qësh mujti zoti Kurti, qësh mundet zoti Kurti sot me bo presidentin, e s'mujti në dhjetor. Kuptan se janë 80 vota, kështu që nuk ka vullnet politik. Kjo është e ronë, kjo është shqetësuese, po fatkeqësisht na po jetojmë kohën ku populli është i mashtrum, opozita është e nënshtrume, Albin Kurti si kryeministër dhe si qeveri ka para shumë, se i ka 20 miliard euro, e doni ka pas në menaxhim Albin Kurti për 6 vjetë. 20 miliard euro. Ky mundet me lëshu, për çdo ditë ka 100 euro. Mundet. Po çka po përfitojmë? E qartë. Kështu që jem para një rreziku politik, pamendësisë të mëshme politike, që na prap në shkon zgjedhje. Zoti Kurti tash ka me kry punën e kuvendit, ka me kry dhe qeverinë, edhe e çon kuvendin në pushim. Deputet kanë më shkumulon deti. Pse, se si vonohet. Nëse u shkon kaq urgjencë jetike, zoti Kurti s'kish pas ku me shku në Greqi. Po i çdosh me ule me diskutu me partit politike, për shkak se kushtetuta ta lejon ty edhe me zgjedh presidentin para kryeministrit. Pse s'pa zgjedh presidentin edhe me zgjedh ganshi politik? Kështu që e donjem ka jetojmë në kohën e politikanëve mashtrues. Pozitë. Spidoj asnjërin parë. Kemi edhe shumë për të folë, por unë të falenderoj shumë sinqerisht për kohën që ndave sot për ne dhe gjitha këto analiza që bë. Të falenderoj shumë.